Po, por si mendoni ju, a ka diçka tjetër të dyshim të paktën me çfarë keni parë në elemente, pa pritur ndoshta tërësisht atë përfundimin e hetimeve, zonja në fjalë, pra kishte një qetësi shumë të akull, ndërkohë që e pa të gjithë situatën, a mendoni që kishte diçka tjetër më shumë se sa thjesht një tentative të dështuar? Në momentet që shikojmë një qetësi, do të ketë një motiv të fortë. Sepse edhe sikur të jetë një motiv banal, apo një motiv qoftë me pagesë, frika, kujdesi dhe përgatitja bëhet shumë herë më e lartë. Motivet e forta nuk pyesin për kamera, nuk pyesin për ambientin publik, orën në cilën është realizuar, nëse ka apo jo persona të strukturës policore në afërsi. Por kjo kamera ose kjo pamje filmike e transmetuar tregon ato momente që edhe ju thatë. Pra një zonjë e cila deri në momentin që ishte ulur pranë autorit, kishte qetësinë, madje mund ta ketë njoftuar momentin e daljes, sepse ishte me kokën e ulur. Pastaj momenti kur largohet, bën kujdes për treguar dhe për të paguar dhe faturën ndaj lokalit dhe largohet me qetësi.